Hero apo tradhtar. Historia e 7 figurave kyçe të historisë shqiptare. Figurat historike nuk janë kur të thjeshta. Ato janë njëkohësisht krijues dhe produkt i historisë. Në kujdesën kolektive duken të pastra, por realiteti është plot kontradikta. Ky episod ndalet mbi 7 figura kyçe të historisë shqiptare, jo për t'i rrëzuar apo idealizuar, por për t'i parë më qartë, me gjithë drejtijet që mbartin. Ali Pash Tepelena. Ali Pash Tepelena, i njohur si Luani i Aninës, është një nga figurat më të debatueshme të historisë ballkanike. Ai ngjiti me zgjuarsi dhe egërsi shkallët e pushtetit në perandorinë osmane, duke bërë më pas sundimtar, pothuajse autonom i pashallëkut i Aninës. I aftë menaxhonte me finesë si administratën, ashtu edhe ushtrinë. Ai ndërtoi një aparat shtetëror që i garantonte autonomi de facto nga porta e lartë. Ishte mjeshtër i aleancave strategjike. Shkëmbente korrespondenca me Napoleon Bonapartin dhe kërkonte mbështetje kundër interesave osmane. Në arkivat francez ruhet një letër e tij drejtuar Bonapartit, ku i premtonte bashkëpunim në rast pushtimit të Ballkanit. Ndërkohë, ai mbante lidhje edhe me Anglinë. Agjentët britanik vepronin në Aninë me bekimin e tij. Ai mirëpriti edhe poetin britanik Lord Byron, i cili e përshkroi si një figurë madhështore, por të tmerrshme, një përzierje orientale e intrigës dhe arrogancës perëndimore. Në aspektin e brendshëm, Ali Pasha ndërtoi rrugë, ura, fortifikime dhe nxiti zhvillimin ekonomik e tregtar në shumë qytete. Sponsorizoi ndërtimin e shkollave greke dhe medreseve, duke kthyer Aninën në një qendër të rëndësishme kulturore. Megjithatë, kjo nuk ishte një përpjekje për shtetëndërtim kombëtar, por një strategji për të konsoliduar pushtetin personal. Ai sundoi si autokrat, pa toleruar asnjë formë opozite. Fama e tij për brutalitetin ishte e njohur. Kundërshtarët politik torturoheshin apo ekzekutoheshin, dhe urdhri për të fundosur në liçen në gratë e haremit, që dyshoheshin për tradhti, mbetet një nga aktet më të errta të sundimit të tij. Ali Pasha mbetet një figurë paradoksale. Nga njëra anë, me vizion dhe aftësi për të ruajtur në arenën ndërkombëtare si i barabartë me perandorët, nga ana tjetër, një sundimtar që përdori frikën, intrigën dhe dhunën për të ruajtur kontrollin. Nuk ishte patriot në kuptimin modern të fjalës, por produkti i kohës së vet. Një strateg i pamëshirshëm që ndërtoi një mini perandori personale në zemër të perandorisë osmane. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Historia është plot me heronj dhe anti-heronj që sfidojnë kufijtë e së mirës dhe së keqes. Në fund, kush fiton për ju? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë histori që sfidojnë mendimin klasik. Shihemi në videon e radhës.